48 shkretana I ka bre krejt bre. Po cili guxon më qumë I thonë Albin Kurtit bënja ndryshon. Po tash na e dim Albin Kurti që është aty. Na I kemi edhe atje po duhev kandidat do të thotë deputete vetëvendosjes. Po kur zoni nuk ju kanë njën as në legislaturën e kaluar as tash. Siç është flit nëpër media s'është vërtet jo, një herë kanë pas marrëveshje edhe me nismën për me qenë zoti Fatmilim krye parlamentar, po ka dhënë një lajm. Tash vështuja që mund të jetë I konfirmuar se me gjithë respektin për Limën, mund të jetë edhe në listën e SHBA-ve dhe këtë ka marrë qërtim nga shtetet Lista e SHBA-s për çka? Për listën e zezë të SHBA-ve, mund të jetë një hipotetike, edhe këtë e kanë qërtuar zoti Kurti që mos ja pozitën e krye parlamentarit, se është e din çfarë pozite është krye parlamentarit, po ju thoni që për shkak të këtyre informacioneve se Lima I mund të jetë në këtë listë. Po, edhe lëvizja vetëvendosur nuk po ofron pozitën e krye po mundet ka zgjidhje të tjera. Mundet më ofru ministri më shumë dhe pozicione tjera se socialdemokratë ka kuadro tjerë që mundet. Informacioni por jetë parë prej zotëriut tuaj të zhova. Po, ka edhe për mëra të se di sa informo ka edhe njerëz të rinj vendos që kanë thonë në për çdo takimi se ka filluar edhe fushata tash për zgjedhjet komunale dhe besoj që kjo është tash apo më qëllimisht shef apo ka mësuar nisma apo besoj që po tash unë se di çfarë informacioni nuk kam unë krejt që a di është që në marrëveshje jo më shkrim në marrëveshje gojore kam pasur kështu me kryetarin Limaj por me kanë kandidat do të thotë kryetari kuvendit po kjo ne mendoj më shumë është që nuk po don Albin Kurti vet me I dhënë zgjidhje situatës, kështu që nuk është pyetje veç kryetari Lima I ka mujt një kandidat tjetër prej partisë vet, po me qëllim po e bën. 47 persona tjetër, çto këto që ka 48 shkretana I ka bre krejt bre. Po cili guxon më qumë I thonë Albin Kurtit bënja ndryshon. Po tash na e dim Albin Kurti që është aty. Na I kemi edhe atje po duhev kandidat do të thotë deputete vetëvendosjes. Po kur zoni nuk ju kanë njën as në legislaturën e kaluar as tash. Ata 47 atë ata veç për faqe, ata kanë marrë çato vota në gratë Albin Kurtit. I ka votuar, po krejt në rregull se I ka votuar Sovrani. Atë kanë bërë spomenik zotit Kurti kanë bërë. Po, që nuk u pator dhe heq atje. Kështu që në ata 48 deputet unë nuk shoh kur gjë heq. Javë çpo buzën aty nuk guxojnë me qumë I thonë Albin Kurtit ndrysho kandidatin, rro kandidatin. Po ata dim kush merret në vendosje, dim në terves rrin ata aty në vetëvendosje. Çfarë rrota ajo dhe ju në hajli. E dim kush I menaxhon ata çfarë bëjnë. Ato me SHBA me këto pejteni apo për herë të parë, nuk besoj që qendran ajo. Nuk është e vërtetë që edhe këtë e din edhe njerëz të për herë të parë, po them sinqerisht se kjo është oficial dhe ditë më shumë. Po si do shtet apo mojnë qëllimisht të kamufluar a do të pse ka një marrëveshje politike patjetër se e din se s'ka zgjidhje tjetër. Topani Korre nuk don kallaoz, kështu Albin Kurti vet nuk po don me bë zgjidhje. Po I konvenon me shkon zgjedhjet lokale bashkë me nacionalit se e keni pa që ka një ndryshim shumë të madh, dallojnë zgjedhjet lokale me nacionalin. Këto zgjedhjet nacionale po fiton, zgjedhjet lokale për merr 2 komuna, 3 komuna ato çish po mund me tona partit ka pak, kështu që ka qëllimin me I quhet 2 par zgjedhjet në njëjtën kohë. Ky është qëllimi I tij edhe vet deklarimi I Albanenës. Po na nuk do të mjalon as partit, as PDK-ja, as LDK-ja, do të më dhojnë epilog kësaj kohe se jemi në krizë, jemi institucional, jemi në sankcione, me zhvillimin SHBA atje që janë të bëhet të jo. Ju ka hupu dha në bërë LDK-s edhe PDK-s, sepse nuk pedin as çka po dojnë, nuk pedin as çka, as vet nuk janë të e ditë çka po dojnë. Po tash për referohem tash edhe PDK-s dhe LDK-s si opozicia, hajde s'po di kush për momentin mund të referohemi se ish opozit, por se ish opozit për referohem ashtu, se çdo më sa për referohem ashtu dhe na pse më dal më të mëshme më thon ai epitet tjetër, sidoqoftë, unë shpresoj që këtu e mbajnë një fajt të madh edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja. Pse nuk bojnë, do dalin se ti kur je nuk don më jap zgjidhje. Faktikisht edhe ti faktikisht mund me pranu fajin në heshtë edhe të bjen tyje, se e dim Albin Kurti është kalkulant dhe e din çfarë ai e shfryzon çdo minutë, çdo situatë dhe mundot me të hap goll në termin popullor. Po këta opozita po jalojnë qëllimisht. Po ja punësin, po ja... Po fiks, edhe u mendoj që këtë nuk do të lejohet se Kosova nuk e ka atë luks me shku në zgjedhjet edhe komunale se po dëmtohet buxheti I Kosovës.